Operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike raporton ecuri pozitive të skemave lehtësuese për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura me mbi 2500 akt marrëveshje të lidhura gjatë këtij viti. Nga këto 131 akt marrëveshje i përkasin kategorive me status të veçantë, si pensionistët dhe familjet që trajtohen me ndihmë ekonomike, të cilët përfitojnë këstin e lehtësuar prej 1200 lekësh në muaj. Një tjetër pjesë e rëndësishme e qytetarëve ka përfituar dhe nga skema e reduktimit të kamat vonesës. 1848 familje kanë përfituar nga ulja prej 70% e saj, e cila aplikohet për detyrimet e krijuara deri në 31 dhjetor 2023. Sipas skemës aktuale që po aplikohet nga OSHE Group, pagesa e borxhit realizohet përmes kësteve fikse mujore, paralelisht me faturën mujore të konsumit të energjisë. Për familjarët që përfitojnë ndihmë ekonomike dhe pensionistët, kësti mujor është 1200 lekë, ndërsa për pjesën tjetër të familjarëve 2800 lekë. Ndërkohë për bizneset, pagesat përcaktohen sipas vlerës së debis dhe mund të shtrihen deri në 120 këste mujore. Paralelisht me akt marrëveshjet, OSHE ka miratuar dhe një skemë tjetër të posaçme për reduktimin e kamat vonesës. Familjarët që zgjedhin të shlyejnë detyrimin një herësh përfitojnë 70% ulje të penaliteteve, ndërsa klientët jo familjar përfitojnë 100% falje të kamat vonesës. Kushti për përfitimin nga këto lehtësime është likuidimi i detyrimeve të krijuara gjatë vitit 2024 dhe në vijim. Nënshkrimi i akt marrëveshjeve realizohet pranë qendrave të kujdesit ndaj klientit, ndërsa skemat e miratuara mbulojnë detyrimet e akumuluara deri në fund të vitit 2023.